Shpeshherë ndonjëherë edhe dhimbjet e kokës, ndoshta neglizhohet qafa ose neglizhohet shpatulla ose edhe pozicioni i gjumit për cilën ne folëm. Pra, si ta kuptojmë që dhimbja jonë e kokës po vjen pikërisht nga qafa? Unë do ju japë një sekret që do të ndaj me teleshikuesit. Muskujt e qafës nuk pushojnë asnjëherë. Janë 24 orë aktiv. Që do të thotë, mënyra se si ne, që nga përdorimi i telefonit, mënyra se si flejmë, mënyra se si punojmë, të gjitha këto ndikojnë le të themi në keq trajtimin e qafës. Dhe nëse një terapi apo një masazh përreth muskujve të qafës e largon dhimbjen e kokës, do të thotë që problemi kronik i qafës, problemi kronik i dhimbjes së kokës vjen nga qafa. Kur ajo nuk pushon në mënyrë të vazhdueshme sistematike, pasi kemi bërë gjitha kontrollet e mundshme dhe ajo vazhdon të qëndrojë, pra dhimbja të qëndrojë. Kështu që duhet patjetër një konsult për të çliruar. Një konsult. Kemi një ushtrim që mund ta demonstrojmë për të çliruar muskujt e qafës? Si fillim, unë gjithmonë jap një këshillë që trupin ta mbajmë sa më drejt. Kur ne mbajmë shtyllën kurrizore drejt, do të thotë që edhe qafa funksionon siç duhet, edhe krahërori lirohet dhe frymarrja le të themi bëhet më e qetë dhe më e qartë. Edhe qarkullimi, po normalisht ushtrimet nga më të ndryshme janë rotacionet e qafës, lëvizjet, anosjet e qafës. Mirë, po këto ushtrimet që ne japim zakonisht mund të çojnë në maramendje, në shtim të dhimbjes së kokës, që do të thotë kemi një, po e quaj vatër, një dëmtim nervor te zona cervikale qafës që duhet të trajtohet. Pra njeriu nuk mund të vetë shërohet. Qartë.